Gjyqësori në Shqipëri po përjeton ditë të vështira dhe krimi ka marrë krah. Vrasja e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja ka nxitur dhunë dhe rebelizëm ndaj sistemit. Konkretisht vetëm sot u shënuan 2 episode dhune, ku preran rojat e sigurisë në gjykata. Në apelin në Tiranë, Gentian Mali u nervozua teksa priti rojën për pak çaste dhe përfundoi duke e kërcënuar. Është e njëjta karrige prej së cilës punojnë si Banush Koxhaj. Nuk lëvizi kur detektori pulsoi për armën që Elvis Shkambi futi në sallën e gjyqit. Mali u shoqërua në polici, ndërsa në Vlorë avokati që mbron dhe Monika Kryemadhin, Redi Llanaj, goditi punonjësin se nuk e la të hyjë në godin pa i ardhur radha e gjyqit. Nuk ju kanë thirrur në seancë, pretendoi roja, por përgjigjen e mori me grushte. Avokati përfundoi në polici ku ju vun prangat. Më e frikshmja, përtej asaj çfarë po ndodh, është reagimi i opinionit publik, që justifikojnë krimin si drejtësi të vonuar. Pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja, rrjetet sociale janë përfshirë në një val reagimesh që kanë kaluar kufit e arsyes dhe moralit. 10 komente në platformat online kanë tentuar të justifikojnë apo mbështesin veprimin e autorëve, Elvis dhe Gjon Shkambi, ndërsa madje çmenduria është se u hap edhe një faqe GoFundMe me qëllim mbledhjen e fondeve për ta. Ky fenomen është një alarm për normalizimin e dhunës dhe glorifikimin e autorëve të krimit, duke goditur ndjeshmërinë publike dhe besimin tek drejtësia. Sistemi gjyqësor në Shqipëri ndodhet në pikë të hallit. Aty ku duhet të drejtohemi për të gjetur zgjidhje, sot ka frikë, kërcënime, dhunë deri në ekstrem edhe vrasje.